Pas rritjes pothuajse përditshme të çmimit të naftës në tregun vendas, qeveria ka vendosur të rikthejë bordin e transparencës, i cili do të përcaktojë çmime tavan të tregtimit në pikat e karburanteve. Aktualisht nafta në pikat e Pakicës po tregtohet deri në 221 lek për litër. Çmimi ka pësuar një rritje me afro 44 lek në krahasim me ditët kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nuk kishin sulmuar ende Iranin. Sipas vendimit, bordi do të vendos marzhet e fitimit për shoqëritë e tregtimit të karburanteve në 3 lek për litër në Shumicë dhe 12 lek për litër në Pakicë, duke synuar më shumë transparencë dhe kontroll. Shkeljet sipas njoftimit do të ndëshkohen deri në pezullim licence. Vendimi për rikthimin e bordit është diskutuar mbrëmjen e të njëjtës në një takim informal mes ministrave në kryeministri, ndërsa pritet mbledhja e Këshillit të Ministrave që ai të bëhet funksional. Po ashtu qeveria ka vendosur të ulë edhe akcizën e karburanteve me 20%, duke synuar lehtësimin e qytetarëve dhe uljen e çmimeve të karburanteve. Akciza që aplikohet për dekurajimin e produkteve të dëmshme për mjedisin peshon mbi 37 lek në çdo litër dhe ulja me 20% e saj do të përkthehej në një akcizë prej afro 30 lekësh për litër. Gjatë ditëve të fundit nga Partia Demokratike është propozuar edhe që të ulet edhe taksa e qarkullimit, e cila aktualisht është në masën e 27 lekëve që vilet në çdo litër naftë.